Ardi Gjebrea shpreh dëshirën, dua të prezantoj kënga magjike me këtë vajzë. Ardi Gjebrea ka festuar sot 62 vjetorin e lindjes dhe ndryshe nga çdo vit tjetër, këtë herë ka ndarë me ndjekësit jo vetëm momentin kur fik qirinjt, por edhe një dëshirë të veçantë që lidhet me një nga projektet më të rëndësishme të jetës së tij, kënga magjike. Në një video të postuar në mesnatë, Arditi shihet duke shuar qirinjt e tortës dhe falenderon nga zemra të gjithë ata që i janë gjendur pranë, nga miqt, kolegët e familjes së madhe të emisionit të dielës, deri tek më të dashurit e tij, nëna, motra, bashkëshortja Anila dhe 2 fëmijët, Joni dhe Ana. Megjithse zakonisht dëshirat nuk tregohen, këtë herë artisti e ka zbuluar hapur. Për vjetorin e 25 të këngës magjike, dëshiron ta prezantojë së bashku me vajzën e tij, Ana Gjebrea, një emision i veçantë që përkon me një kapitull të ri familjar dhe profesional.